Mirë, ne rikthehemi sërish në studio, vijmë të mbetemi po së bashku në hapësirën e intervistës dhe do të flasim patjetër për një ngjarje tepër të madhe. Janë shënuar 26 vite nga vendosje 50.000 ushtarëve të NATO-s dhe bashkë me ta edhe administrata e përkohshme e Kombeve të Bashkuara në Kosovë. Trupat e NATO-s hynë në Kosovë në misionin paqëruesës, i cili më vonë do të quhej KFOR, duke i dhënë kështu fund luftës gati 2 vjeçare. Këto e shumë të tjera emocionet dhe historit e kësaj ngjarje të madhe, do të kemi mundësi të diskutojmë me ekspertin e sigurisë, zotin Bedri Elezi, i cili po ashtu ka qenë pjesë e luftës. Zoti Elezi, të përshëndes, faleminderit që je sot në Fax News. Është kënaqësi e veçantë që të komunikojmë sot së bashku zoti Elezi, sidomos kur bëhet fjalë për një ngjarje kaq të madhe për kombin shqiptar, për Kosovën, 26 vite nga vendosja e trupave të NATO-s për t'i dhënë fund luftës 2 vjeçare në Kosovë dhe historisë dhe kalvarit të dhimbshëm që përjetuan vëllezërit dhe motrat tona në Kosovë. Si e kujton të gjithë atë luftë, zoti Elezi, përpara se të ndalemi në të tjera analiza? Fillimisht më lejoni të ta kujtoj kohën e ta quaj ashtu koha e krenarisë. Në kohë isha pjesëtari i ushtrisë shqiptare të Kosovës, përkatësisht ushtari i brigadës 162 në njësinë speciale të kësaj brigade dhe kam operuar kryesisht në zonën e Kaçanikut, ku ka vepruar apo ku ka operuar brigada 161, Agim Bajrami, si dhe batalioni i njësisë speciale. Me siguri se ishte një kohë shumë e vështirë, një rrethana të rënda të aspektit sigurisë, për shkak se ballafaqimi ishte kundrejt një force të jashtëzakonshme serbe, një dislokim i madh i forcave ushtarake të Serbisë të asaj kohe, përfshi aviona, raketat dhe mjete tjera teknike, tanke dhe pajisje tjera mjaft të rënda. Më kujtohet se zonën e përgjithësisë që unë kam operuar, kuptohet si pjesëtar, nuk kam pasur ndonjë post udhëheqës në këtë brigadë, për post ushtar, përkatësisht pjesëtar i njësisë speciale, dhe ka qenë një moment ku fokusi ka qenë thjesht të lufta e cila duhet të zhvillohet për të mbrojtur qytetarët e civil dhe për të mbrojtur shtëpitë tona, kuptohet, në zonat të cilat neve minimalisht kishim nën kontroll. Si njësi speciale ishte sigurisht aktiviteti më specifik se sa aktivitetet e njësive tjera të brigadës 162 Agim Bajrami në Kaçanik dhe i kishim një angazhim të madh padyshim në operacionet të cilat duhet të kryeshin, të cilat i kishte organizuar në atë brigada. Më kujtohet se ishte 11 qershori ku neve kishim marrë një informacion të përgatitemi për hyrjen e forcave plotësore të NATO-s dhe ishte një momentum, faktikisht 10 qershori ku neve kishim bërë përgatitjet e duhura për të pritur forcat e NATO-s, të cilat fillimisht në territorin e Republikës Kosovës do futeshin pikërisht në komunën e Kaçanikut dhe ishin helikopterët e parë të ushtrisë britaneze, që ishin në kuadër të NATO-s, dhe njësia Gurka, njësi elitare britaneze, të cilat kishin zbarkuar për herë të parë brenda territorit të Kosovës, pikërisht në komunën e Kaçanikut, përkatësisht në fshatin Dubrav të kësaj komune, aty dhe ku ishin, mund të themi, të dislokuar batalioni i parë i brigadës 162 të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Përpara se të ndalemi dhe të krahasojmë dy periudhat, duhet të ndalem pak tek atë se me çfarë përballeshit përpara se të merrnit informacionin apo përpara se trupat e NATO-s të hynin zyrtarisht në territorin e Kosovës. Me çfarë kishin të bënin ushtarët e UÇK-s, duke patur parasysh të gjitha problematikat të cilat e shoqëronin këtë sipërmarrje, mungesa e infrastrukturës, mungesa e armëve dhe çdo pajisje tjetër ushtarake, çka vështirësonte përballjen e drejtë për drejtë me ushtrinë e sofistikuar serbe
zoti Elezi? Brigada 162, dhe më thënë Agim Bajrami, në cila ka operuar kryesisht në komunën e Kaçanikut dhe Hanit e Lezit, më vonë në Hanin e Lezit ishte krijuar brigada 163, thjesht kishte dy detyra primare. E para ishte ofrimi i mbështetjes së qytetarëve civil të cilët masakroheshin nga forcat serbe në atë kohë, tentativa për të zbrapsur sulme të vazhdueshme me armë të rënda, me artilleri të rëndë kundrejt sidomos pozicioneve të ushtrisë shqiptare të Kosovës, dhe një çështje që ishte shumë e rëndësishme, ne ishim edhe vija e furnizimeve kryesore të armatimeve për krejt ushtrisë shqiptare të Kosovës, e cila vinte nga Maqedonia e Veriut, dhe sigurisht siguronim edhe delegacionet e forcave ndërkombëtare, të cilat vetëm paraprakisht kishin kaluar brenda territorit të mbikëqyrës Kosovës për të siguruar informacione dhe për të dërguar mund të themi sinjalet e para, lokacione të ndryshme për vendodhjen e pjesëtarëve të ushtrisë së Serbisë. Në atë kohë kishim një koordinim dhe bashkëpunim të jashtëzakonshëm me NATO-n, sepse ishte pikërisht ushtria shqiptare e Kosovës e cila në kohë reale ka dërguar koordinatat e vendodhjes së forcave artillerisë së rëndë të forcave të Serbisë, dhe pikërisht në bazë të atyre koordinatave ka pas edhe një performancë të mirë NATO, duke goditur faqet e sakta të Serbisë, ku edhe lehtësonin operacionet e ushtrisë shqiptare të Kosovës për krijimin e zonave të lira në atë kohë, dhe ne kishim zonat caktuara nën kontroll, zonat lira, të cilat i përdorëm edhe për t'i strehuar, ushqiur dhe për t'i mbështetur në aspektin shëndetësor të gjithë qytetarët, të cilët vërtet ishin të sfiduar kudo që ishin. Serbët në atë kohë, ushtria serbike dhe policia serbe në pamundësi për të ballafaquar në mënyrë drejt për drejt me pjesëtarët e ushtrisë shqiptare të Kosovës, edhe pse kishim armatime të lehta, nuk kishim arritur që të sigurohemi armatime të rënda, të njëjtit do thotë ushtronin në dhunë të paparë për fshi masakrat e rënda në fusha ku ishin vendosur qytetarë civil me kampe të caktuara. Sigurisht që territori i Kaçanikut ishte edhe një zonë mjaft e ndjeshme për shkak se një numër i madh i qyteteve të Kosovës ishin nisur në drejtim të Shkupit dhe kishin përdorur pikërisht rrugën e cila shkon në Maqedoni përmes Kaçanikut, dhe ishte padyshim një angazhim shtesë i pjesëtarëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës për të tentuar që t'i ofrohet sadokudo minimalisht rrugë të sigurta refugjatëve të cilët kishin mësyer vendbanimet në brenda territorit të Maqedonisë. Ishin dy vende të quaja ashtu kufitare, të cilat më shumë ishin e frekuentuar, ish Hani e Lezit, ku edhe sot është kufitare, dhe Globocica, e cila lidhet me Tetovën, pashtu një pikë kufitare ku qytetarët e vendeve të ndryshme kishin dy rrugë, ose të nisën në drejtim të Shqipërisë përmes Prizrenit të futen brenda Shqipërisë, ose të nisën për në Maqedoni përmes Kaçanikut të kalojnë në këto dy zona. Ballafaqimet e tjera ishin padyshim edhe ndalimi i aktiviteteve të forcave të veçanta të Serbisë, të cilët tentonin që të angazhoheshin për të kryer veprime të dhunshme edhe brenda territorit të Maqedonisë së Veriut, gjëja në kërkim të siç i kanë quajtur ato antarë të grupeve terroriste, që në fakt ishin pjesëtarë të ushtrisë shqiptare të Kosovës, të cilët kishin detyra specifike në logjistikë, duke ndihmuar ushtrisën shqiptare të Kosovës, qoftë me armatime, veshmbathje dhe ushqime. Duhet përmendë një faktën se ky korridor i cili mbikëqyrë dhe mbështetej nga ushtria shqiptare të Kosovës dhe kalonte nëpër Kaçanik, ishte një korridor i furnizimit jo vetëm me armatime, por edhe me ushqime të ndryshme për gjithë qytetarët të cilët në atë kohë ishin brenda territorit të mbikëqyrës të Kosovës. Ndonjëherë lufta për dinjitetin, lufta për lirinë, për pavarësinë, për lirinë e fjalës, për mbrojtjen e familjes të kthen dhe të bën më të fortë se çdo gjë tjetër, pavarësisht e kemi apo jo infrastrukturën dhe pajisjet. Brenda ushtrisë çlirimtare të Kosovës, si krijoi fryma që pavarësisht armatimeve të lehta dhe mungesës së theksuar në pajisje, t'i bëhej ballë
ushtrisë së madhe serbe dhe gjithë municioneve, gjithë armatimeve të sofistikuara që zotronte Serbia në atë kohë? Morë parasysh një uri që sot kemi në lidhje me potencialin ushtarak që ka pasur në atë kohë Serbia, më kujtohet një gjë, që qytetarët e Republikës Kosovës ishin gatshëm për të ballafaquar edhe fizikisht pa asnjë armë me forcat serbe, e nuk flasim më për pjesëtarët e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Më kujtohet unë isha vetëm 20 vjeç, në atë kohë kur nuk kisha fare frikë për çfarë do mjeti ushtarak të cilin posedonin forcat e Serbisë dhe ishim të gatshëm të ballafaqohemi me tankse, me mjete të rënda, madje shumë pjesëtarë të shqiptarë të Kosovës kanë arritur besoni me bomba dore, ata afrohen edhe me molotov, me kuti molotovi, apo siç i rregullonin në atë kohë molotovat në formë për të djegur apo për të dëmtuar tankset, kanë pasur vullnetin dhe guximin të ofrohen dhe deri në atë mos të ballafaqohen. Përkundër faktit që Serbia kishte jo vetëm tankse, por kishte edhe pajisje tjera në atë kohë i quhenin Praga, ka qenë një lloj blinde e cila futte sasi rafale të municioneve të ndryshme që ishte mjaft e rrezikshme, por që neve kishim arritur që të organizojmë sadokudo strehimorët nga ku dhe do të lëvizime për t'i kaluar nga mbrapa eventualisht të forcave të Serbisë për të ballafaquar nga afër dhe për t'i shmangur aktivitetet e tyre të cilat ishin mjaft të rënda. Ne kemi pasur, më kujtohet në atë kohë, më shumë kemi pasur armë ka qenë 12.5 atje në kohën e fundit, fakt në muajt e fundit të luftës, ka qenë një snajper e cila ka arritur që të godas në një distancë lartë dhe ka pasur mundësi që të merret të mund të themi edhe me parandalimin e aktiviteteve të tankseve, por kemi pas edhe mitralet cilët kanë qenë deri diku të rëndësishëm në krahas të kapacitetit ushtarake që ka pasur Serbia. Pa ajo që është shumë me interes ka qenë vullneti, dëshira e luftëtarëve për të arritur deri tek liria dhe fare kush ka menduar për jetën e tij dhe saj. Besoni që shumë djemë dhe vajza nuk kanë menduar dy herë kur ka qenë në pyetje ballafaqimi i drejt për drejtë, ndoshta deri edhe në përdorimin e thikave nëse ka qenë nevoja me pjesëtarët e Serbisë dhe fare kush nuk ka menduar se do të vritet nga mjetet e forta që kanë pasur apo mund të themi nga mjetet e rënda që kanë pasur ushtria e Serbisë. Thjesht ka qenë vullneti, dëshira për liri dhe mos pasja parasysh apo mos konsiderimi i forcës që ka qenë nga Serbia. Por me fillimin e fushatës ajrore të NATO-s, të cilat kishin goditur taqet të caktuara të forcave koncentrimit forcave të Serbisë. NATO kishte nisur një kundërsulm të egër ndaj ushtrisë serbe, zoti Lezi, me avionët dhe bombardimet e saj. Më tha që kishte informacion datë 11 qershor për ndërhyrjen e NATO-s, por a e dini që do të vinte kjo ndërhyrje në të tilla përmasa? Në fakt, Ushtria Shqiptare e Kosovës ka pas komunikim të vazhdueshëm me NATO-n. Dhe ne në komunën e Kaçanikut kujtohet që kemi pas bashkëpunim të ngushtë edhe me njësitë e inteligjencës amerikane të cilët ishin të vendosur në Tetov. Kanë qenë një njësi inteligjencës të ushtrisë amerikane vendosur në Tetov, të cilët kanë operuar vazhdimisht brenda territorit të Republikës Kosovës dhe kanë bashkëpunuar ngushtë me Ushtrinë Shqiptare të Kosovës. Dhe informacionet i kishin në kohë reale. Më kujtohet në kohë se në Ushtrinë Shqiptare të Kosovës e pror qartë kanë përdorur telefon satelitor. Pikërisht telefonat të cilët ishin të dhuruar apo të siguruara nga bashkëpunimi që vinte me NATO-n, apo edhe nga bashkëpunimi që vinte me mbështetës e sidomos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Më të harrojmë faktin se pa pasur njerëz të cilët kanë jetuar dhe vepruar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët kanë ndihmuar fort që Ushtrinë Shqiptare të Kosovës në komunikim posaçërisht me inteligjencën amerikane, e të cilët në vazhdimsi kanë sjellur informacion, kanë ruajtur komunikimin me njerëz të cilët kanë qenë brenda Kosovës dhe nga të cilët kanë marrur koordinatat e vazhdueshme. Për shembull, tani më luftëtari i cili ka ndruar jetë pak më koha, Agron Haradina, ishte njëri ndër pjesëtarët e Ushtrisë Shqiptare të Kosovës që kishte komunikim të vazhdueshëm qoftë përmes
ushtrisë shqiptare, qoftë edhe përmes komunikimit drejt për drejt. Ishte për shembull një bashkëpunim edhe i shumë pjesëtarëve të tjerë të cilët edhe sot janë ndoshta në aktivitete të ndryshme në brenda të Republikës Kosovës, por për shkak se janë të gjallë nuk do t'i përmend, dhe komunikimi padyshim që ishte në vazhdimsi në kohë reale dhe ishte komunikim fizik. Më kujtohet kur në Kosovë ishin futur në një mjesi e inteligjencës amerikane, të cilët e fillimisht u prezantuar se ishin gazetarë ndërkombëtar e që më vonë, e sidomos nga viti 2000, nga fundi i vitit 2000, kisha arritur që të njoh disa nga ata të cilët në atë kohë ishin prezantuar si gazetarë, e që në fakt ishin pjesëtarë të inteligjencës amerikane, e që më vonë kishin kryer dhe akoma janë në pozita të larta në administratën amerikane, përkatësisht në ushtrinë amerikane. Thjesht ky komunikim ka qenë, ka vazhduar dhe ne kemi pasur informacione të duhura për zhvillimet që kanë ndodhur qoftë edhe mbështetja drejt për drejt apo hyrja e forcave të NATO. Prandaj ne kemi pritur, më kujtohet që ka qenë një kërkesë e pjesëtarëve të Britanisë së Madhe dhe amerikanëve edhe ushtrisë amerikane që kur zbuten ata ne të mbajmë armët tona me tyta të poshtë në mënyrë që të dallojmë nga forcat serbe dhe mos kemi shkëmbim zjarre eventualisht. Pjesëtarët e NATO-s mos drejtojnë armën në drejtim të pjesëtarëve të ushtrisë të Kosovës. Çdo ushtar i ushtrisë të Kosovës ka qenë informuar që armën ta mbajë me tytë të poshtë në mënyrë që të kuptohet se është pjesëtar i ushtrisë të Kosovës, sepse ka pas dyshime që serbët kanë përdorur uniforma të ushtrisë të Kosovës me qëllimin e vetëm për t'i goditur paqarritësit të cilët vetëm kishin ateruar dhe ishin edhe përmes rrugëve tërësore ishin brenda të Republikës Kosovës. 2 viteve luftimeve të egra, të ashpra dhe luftimeve të dhimbshme, kjo për shkak se kemi humbur mira, motra dhe vëllezër, të cilët mbase sot nuk ju kemi as varin. Si ishte ai moment kur ju pat forcat toksore të cilat erdhën në mbështetjen tuaj, të cilat ndërhyjnë me një fuqi më të madhe, me një fuqi të cilën mbase ju nuk e kishit parë ndonjëherë, zoti Elezi? Në fakt, isha me fat që isha ndër pak ushtarë të ushtrisë të Kosovës që kishin takuar për herë të parë pjesëtarët e NATO-s. Në fshatin Dubrovnik kishin zbritur helikopterët transporter të Britanisë së Madhe, dhe ushtarët e parë që kishin prekur tokën e Kosovës nga NATO ishin britanezët një Siki Gurka, dhe padyshim që unë isha me fat të jem në zonën ku ata kishin ateruar, kishin ulur helikopterët e tyre dhe ishte një emocion i mund të themi pa përshkruar, edhe sot nuk di se si mund ta quaj atë moment kur 19 qershori kishte pasur mundësitë na takonte ballë për ballë me njësitë elitare të ushtrisë britaneze, të cilët pas britjes së tyre në tokë kishin sinjalizuar hyrjen e forcave toksore nga kufiri me mashininë e Beliut. Ishte një moment shumë emocional, një numër i madh i njerëzve nuk kanë mundur të ndalin lotët, sepse ishte një moment i pa përshkruar se si erdhi një fuqi e tillë për ta mbështetur një angazhim sinqert, natyral të ushtrisë të Kosovës vetëm për një gjë, për liri, për të qenë i lirë në tokën dhe vendin e tij saj. Prandaj vërtet janë emocione që edhe sot kur po flas më bëjnë që të mbaj në brendësinë time një zhurmë të madhe të presionit që ushtrohet për shkak të emocioneve që vijnë, sepse kishin humbur vjetra mira vëllezër dhe motra civil. Vetëm në brigadën ku unë kam aferuar ka 2.000 dëshmorë të kombit që kishin rënë në drejt për drejt në betejë me ushtrinë e Serbisë, kemi shumë civil, fëmijë, gra, pleq, kemi masakra të rënda, sidomos masakra Kutrinës që ka prekur mund të themi gjithë njerëzimin. Du ta përmend një fakt në masakrën e Kutrinës, më kujtohet të mirë kur forcat serbe të civilët grasë kishin futur një post të ujit dhe më pas kishin hodhur bomba dore në brenda fusit, njerëzit ishin të gjallë kur kishin hudhur në brenda fusit dhe kanë bërë masakra nga më të rëndat veprimet njerëzore. Prandaj ky takim me forcat e NATO-s ishte shpresa, ishte kthy ëndra që neve do të jemi të lirë dhe bashkë me ta kishin vazhduar tutje deri në çlirimin e gjitha cepave të Kosovës përfshi këto që janë brenda kufeve të ditës së sotme.
çdo qytetar që eventualisht kishte humbur familjarët e tyre tani më nuk ishte menduar se si largohet nga Kosova, por thjesht të sigurohet për familjarët e tyre. Më kujtohet që mbrapa ushtrisë NATO-s në Kosovë ishin shumë civilë që ishin nisur në këmbë në drejtim të Kosovës, ndoshta i keni edhe ju sot pamjet në televizion aty dhe i shenin se çfarë pamje ishin, se njerëzit kishin dalë para tankëseve, kishin dalë para mjeteve të këforit të NATO-s në kohë dhe ishin me emocione të jashtëzakonshme. Dhe sot jemi të lirë, jemi të pavarur, jemi më të fortë se kur dhe shpresoj që kjo të vazhdoj me shekuj të tëra me radhë, zoti Elezi. Të falenderoj shumë që ishe sot në Facts News dhe të falenderoj shumë për një pjesë të historisë që ndave me ne. Uroj që këto pamje që ishin dikur mos përsëritin të asnjë popull, jo vetëm të popullit shqiptar, dhe uroj që ta ndërtojmë të ardhmen duke kujtuar të kaluarën, se vetëm një ardhme që ndërtohet në bazë të kaluarës është e sigurt. Në të kundërtën besoni që siguria do të cenohet sa herë që neve do të ndërtojmë një gjë nëse nuk bazohemi në të kaluarën. Faleminderit. Faleminderit. Ne shkëputemi në publicitet.